pyetje. Për ta bërë Shqipërinë madhështore. Kjo është motoja jonë. Kjo fjala madhështore në fakt mua më krijon një kështu, nuk e di si e shpjegoj fjalën se. Ja të ta shpjegoj. E madhe. Është shumë e madhe. Jo e madhe, jo madhështore, madhështore. Jo, madhështore. Për shembull, do t'jap disa shembuj. Çfarë është Shqipëria madhështore? Rruga e Kombit është Shqipëria madhështore. Shqipëria... Jo, ato që ikën Ilda, për këto që vjen. E kombit. Po iku e bëre, kryevepra e asaj qeverisje. Çfarë është? Unë po t'jap. Po se kishi madhështore atëherë. Shqipëria pa viza ishte Shqipëria madhështore. Po iku me Ilda, çfarë do bësh tani? Ti themi këto pra, se duket si ki fjalë pa pesh, kjo është Shqipëria madhështore. Si do ta bëjmë ne Shqipërinë përsëri madhështore? Shqipëria madhështore do të jetë Shqipëria vendi i 28 antar i Bashkimit Evropian. Dhe pse kështu thot? 27 kat, i kishte 12 vite. Po do ta bëjmë tani por bëri Ballkanin e hapur madhështor. Nuk bëri Bashkimin Evropian. Jo, se bëri dështoi edhe me atë. Po, atë kishte projekt. Po se bëri pra? Për ne, Shqipëria madhështore është Shqipëria vend antar i Bashkimit Evropian, por që ka standardin evropian në shtëpi. Ky është. Ne kemi projekte për ta bërë Shqipërinë një seli europiane të teknologjisë. Flasim për projekte që flasin të ardhmes. Çfarë flet sot gjithë bota Landi? 2 janë gjëra që flet gjithë bota. Energjia 1, teknologjia 2. Vetëm Shqipëria nuk flet për këto gjëra. I ka lënë qeverisja socialiste, këto i ka harruar nga fjalori. Nxjerr fabula pralla, po nuk flet për këto. Këto janë 2 projektet futuriste të Partisë Demokratike, projektet e Shqipërisë madhështore. Besoni që Partia Demokratike do fitojë? Që janë plotësisht realizueshme. Por kjo Shqipëria madhështore nis duke bërë ato gjërat e vogla fillimisht që unë thash, rroga, pensione të rritura, taksa të ulura, qeverisje eficiente, dhe ne i flasim çdo njërit për të siguruar Shqipërinë normale dhe që mbushet me jetë. Vetëm një Shqipëri me jetë mund të bëhet madhështore. Një Shqipëri e zbrazur nuk ka asgjë çfarë të bëjë. Zonja Xhulali, besoni që Partia Demokratike do fitojë zgjedhjet? Shqipëria do të ketë pas 11 majit Partinë Demokratike si forcë qeverisë të vendit dhe që do ta përmbysë situatën. E parashikoni. Partia Demokratike do t'i fitojë zgjedhjet. Do të ketë të paktën 71 vota, 71 deputet mandate në parlament. Kështu që Zonja Xhulali, okay, nuk është thjesht një premtim elektoral, kjo ndihet dhe e nxjerrin dhe se më thoni po nëse u mbet Landi, humbja apo fitoria janë diçka që e para ndihen në fushat elektorale. Ndihen. Kam frikë se ke shkuar vetëm te demokratët, Ilda. Si? Kam frikë se ke shkuar vetëm te demokratët. S'ke vajtur këtej nga kampi tjetër, se i kam përdit këtu. Ta dishit çfarë thonë ata? Shumë mirë. Unë uroj që ato që thonë të kenë guximin t'ua thonë njerëzve. Ne dalim në rrugë, nuk kemi as bodyguard, as roje, as 1000 kamera që të arrestojnë, në skenar, në këto mizanskenat, dhe dalin vetë. Këta njerëz nuk dalin dot më vetë. Po unë do t'u them, juve dhe çdo qytetari që na dëgjon, si që rëzuam Erion Velin, ishte pabesueshme, asnjëri nuk e mendonte, thoshte, nuk e gjen gjë Erion Velin, kote keni, mos u loti, merruni me këtë me ato, jo. Ne nuk e ndalëm. Kjo është betejë juaj e fituar, Ilda? Një betejë vendimtare në të gjitha frontet, në të gjitha mënyrat. Sot Erion Veliaj është në qeli për 9 akuza të rënda korrupsioni. Kjo është një betejë që e ka fituar Partia Demokratike me këmbgulje, me vendosmëri, me fakte, me prova dhe më e rëndësishme me të vërtetën me vete. Të njëjtën gjë ne do ta realizojmë pas 11 majit. Këta që duken më të fuqishmit, të parëzushëm që kanë krijuar këto mitet, këta do të rëzohen siç u rëzua dhe thyem mitin e paprekshmërisë së Erion Velis, pasardhësit e Edi Ramës, Landi. Nuk rëzuam një njeri do si do. Pasardhësi i Edi Ramës, që ishte menduar të katapultohej menjëherë nga bashkia të transferohej në kryeministri, u rëzua. Të njëjtin fund do ketë Edi Rama bashkë me rilindasit e tij. Dhe për këtë gjë do të kontribuojnë jo vetëm demokratët, do të kontribuojë çdo qytetar i arsyeshëm, përfshirë socialistët e mirë, se nuk ka socialist të mirë dhe të ndershëm që duan këtë situatë. Nuk ka, është e papranueshme për ata. Sa zëra kritike keni dëgjuar ju të socialistëve që
Po ashtu e refuzojnë këtë gjë. Kam një pyetje. Nuk është e vërtetë që kjo që them unë është diçka që rezonon vetëm tek demokratët. Kjo që thatë ju është për bën kalin e betejës tuaj. Okej. Por e bëri SPAK-u këtë, drejtësia e SPAK-u, tani në një gjë nuk e kanë kuptuar dhe nuk e kuptoj. Mbështetja që një institucion Shqipëri ka më shumë është SPAK-u. Ndërkohë Partia Demokratike premtojnë që jo vetëm zyrtarisht e cilëson SPAK-un si organizatë kriminale dhe Alti Dumani një kriminal, por premtojnë që do ta shkrijë SPAK-un. Tani kjo sikur shkon Ilda. Çfarë mendon Ilda Zhulali larg këtyre gjërave, e sinqert, siç të njoh? Unë mendoj këtë gjë. Pritshmëritë për organet e reja të drejtësisë kanë qenë shumë të larta në Shqipëri. Mendohej që këtu do të ndodhte një revolucion shumë i madh, diçka që s'kishte ngjarë asnjëherë. Po ka ndodhur Ilda? Prit. Fatkeqësisht, pas shumë vite shpritjeje, çfarë pam ne? Që sa më të larta ishin pritshmëritë e njerëzve, aq më shumë shtohej korrupsioni dhe krimi në Shqipëri. Sa më shumë e dëshironim suksesin e SPAK-ut, e GKK-s, aq më të paprekshëm ndiheshin ministra, kryeministri, kryetar bashkisht. Po këta i kanë bërë? To të dyja nuk shkonin bashkë, Landi. Po këto i kanë bërë? Një njeri që e di që ka një drejtësi efikase, që nuk të lë të shpëtosh, të kap me një hermat, nuk guxon t'i bëj këto gjëra që janë bërë në Shqipëri. A mund të mendohet... 20 bashkëpunëtor të Ramës, kush i ka bërë? Një sekond. SPAK-u i ka bërë, GKK-i ka bërë. Do të them këtë gjë. Jo në Shqipëri, po kur ua them edhe miqve të huaj, këto historit për shembull si të inceneratorit, më thoshin shiko, tani aq e pabesueshme duket, nuk e besonin dot që kishte ndodhur afera inceneratorit Tiranës, nuk ekzistonte, ishin paguar 145 milion euro. Dhe Erion Velia e vazhdonte të ishte në detyrë. Nuk e besonin dot. Nuk e besonin dot se si ka mundësi që kryeministri kishte firmosur një shkresë ku jepte pik bonus e një kompania që nuk ishte regjistruar. Jo, thoshte, nuk ka mundësi, se po ta kishte bërë, do kishte ikur. E pabesueshme siç dukej. Por presioni ynë ishte presioni i Partisë Demokratike. Me të gjitha denoncimet, kallëzimet, pra ne mbërthyem nga të gjitha anët. Dakord, keni meritën tuaj, po SPAK-u, Ilda. Unë them, brenda SPAK-ut, po, bravo, ka prokuror që kanë guxim. Po më shmangesh. Jo, nuk shmangen. Shtu e besoj vërtet. Po më shmangesh. Sepse ai ishte institucion. Tani nuk mund të themi në PD. Ka sa të mirë aty, sa të qi. Ekziston PD-ja. Ai ishte institucion legal, nuk është ilegal. Që themin e disa kështu, disa ashtu. Unë nuk besoj verbërisht tek... E keni cilësuar organizatë kriminale, Ilda? Unë nuk besoj verbërisht tek disa targa. Se kjo ngjan si një targ. Që e ke edhe institucionet përbohen nga njerëz. Politika. Po pse do të shpërbëni? A themi ne politika, unë nuk jam dakord me këtë politika. Politika përbëhet nga njerëz. Dahet në parti politike dhe aty janë njerëz, janë kontributet e njerëzve. A janë gjithë njësoj? Nuk janë gjithë njësoj. Kështu që dhe brenda SPAK-ut, ne e kemi parë, unë e ndjek, se unë jam një qytetare që e ndjek me shumë kujdes atë që ndodh, të tjerët mund ta ndjekin kështu si që bën të rritë sot që bën scroll telefonit, unë e ndjek me kujdes, unë përdor arsyen, nuk them gjërat pa arsyeshme, dhe bëj disa pyetje për çështjet që kemi parë deri tani. Dhe pyes, pse dhe si ka mundësi që u arrestua kryetari i opozitës pa një akuzë, dhe u mbajt 333 ditë në arrest shtëpie, dhe u nxor vetëm pasi paralajmëroi Strasburgu se do të jepte një vendim që do ta bënte me turp organet e drejtësisë shqiptare. Kjo është pyetja që bëj unë. Pyetja që bëj unë është si ka mundësi që një tjetër kryetar që i përket po opozitës, po që është i Partisë Lirisë, qëndron përsëri arrestuar pa akuzë. Pyetje janë këto. Ndërkohë që nuk janë as në ushtrim detyrat, nuk administrojnë asnjë fond. Dhe pyetja ime ishte, po ky kryeministri që ka sjellë një dëm kaq madh financiar, pse nuk thirret asnjëherë? Si ka mundësi që qëndron në detyrë? Po kryeministri që është kapur duke korruptuar Charles McGonigal, i cili është dënuar në Amerikë, është i dënuar, është i burgosur dhe është e saktësuar jo një herë, shumë herë që është korruptuar nga kryeministri Edi Rama.
nga antarët e qeverisë shqiptare, nga bashkëpunëtorë të kryeministit Rama që shiten si antarë të qeverisë ose si këshilltar të kryeministit pa qenë të tillë. Pse nuk veprohet ndaj kësaj? Këto janë pyetje të arsyeshme, nuk i bëj vetëm unë. Tani, nëse ne nuk i bëjmë këto pyetje, edhe shkojmë si tur, ne s'kemi bërë asgjë. Unë jam për të bërë pyetje të arsyeshme dhe për gjetur përgjigje të arsyeshme. Dhe përgjigja e arsyeshme që kam gjetur është që këtu drejtësia është përdorur si një armë për të goditur uniform opozitës. Apo ja? Duhet ta vërtetojmë. Dhe çfarë bën kjo? Tjetër, çfarë them unë si një njeri arsyeshëm? Kur ti jeton në kushtet e një regjimi narkoshteti, dhe unë besoj realisht që Shqipëria fatkeqësisht e them me shumë dhimbje, por sot Shqipëria është një narkoshtet. Në këto kushte unë e kam të vështirë të gjej disa ishuj kaq të fortë që i mbjetojnë në mënyrë të pandikuar kësaj gjëje, landi. E kam të vështirë ta besoj. Për shembull, në regjimin komunist, a kishin dot në një drejtësi të pavarur? Nuk e kishim dot. Tani, ju mburrët me aksionin tuaj politik për Erion Velin, po Erion Velin GKK-ja dhe SPAK-u e ka bërë. Po flasim për targat e mëdha. Tani, kur ju intereson, ju e thoni... Nuk më intereson. Jo. Kjo nuk është përse më intereson. Intereson në kuptimin politik, them. Unë po ngret pyetje të arsyeshme. Jo, politik. Dhe prandaj thash që unë po i them bravo prokurorit që guxoi të veprojë ndaj Erion Velinit. Ai prokurori është i SPAK-ut. Po. Ai nuk është kështu prokuror a janë privat. Njësoj. Jo, sepse një tjetër prokuror i SPAK-ut e kishte dosjen në dorë dhe e la në heshtje, nuk e preku me dorë. Gjeti përgjegjësi. Ndumani pra ka dosjen? Jo, gjeti përgjegjësi. Jo, ka pas dhe prokuror të tjerë që kanë patur dosjet, jo një, disa dosje të Erion Veliajt. Dhe e lanë në heshtje. Pse? Ilda, dosjen tani e ka Elçin Ndumani. Incineratori Fantazëm. I është lënë një drejtori. Po si ka mundësi që ta bëj një drejtor inceneratorin Fantazëm të Tiranës? Të paguajnë 145 milion euro pas dhënien e kryetarit bashkisë. Zonja, këto nuk ndodhin. Prandaj unë u them bravo çdo prokurori që ka guxim t'i shkojë këtyre aferave të tmerrshme deri në fund, sepse nuk është thjesht korrupsion, është babzi. Dhe nëse ne e normalizojmë këtë, atëherë ne kemi marrë fund si shoqëri, sepse kemi humbur dhe jemi të orientuar krejtësisht nga vlerat. Kjo është fatkeqësia më e madhe që ndodh. Nëse ti mësohesh të jetosh me të keqen, se mësohen ore njerëzit të jetojnë me të keqen. Por ne nuk duhet ta lejojmë këtë. Okej, zonja Xhelali, unë bëj për çdo kandidat, jemi në fund te kamera këtu, një mesazh për zgjedhësit dhe ata që ti u drejtohesh për të votuar Ilda Xhelali. Unë jam Ilda Xhelali dhe jam në listën e hapur të Partisë Demokratike për qarkun e Tiranës. Unë kërkoj votën tuaj, mbështetjen tuaj për të qenë pjesë e Parlamentit Shqiptar, por ajo që është më e rëndësishmja që bashkë me ekipin e Partisë Demokratike ne të sjellim përmbysjen e madhe në Shqipëri dhe pas 11 majit Partia Demokratike me këtë ekip që është i aftë, me integritet, i përkushtuar të drejtojë Shqipërinë dhe të ndryshojë cilësisht dhe rrënjësisht jetën e secilit prej jush. Kërkoj votën tuaj duke thënë se unë jam një njeri që jam i thjesht, e konsideroj veten një njëri prej jush, njëra prej jush, por jam një grua që i shkoj betejave deri në fund me vendosmëri dhe po bëj një premtim paraprak elektoral që është personal, që unë do të luftoj që çdo deputet i Kuvendit të Shqipërisë të ketë një zyrë përfaqësimi të hapur për çdo qytetar shqiptar, aty ku do t'japi llogari, aty ku do të marrë dhe shqetësimet tuaja dhe në fund ditës çdo gjë të zgjidhet me një vot të lirë dhe të ndershme në Shqipërinë e 2025-s, e 2029-s, dhe çdo pasgjedhje që duhet meritoj Shqipëria si një vend që do të antarësohet në Bashkimin Evropian me Partinë Demokratike dhe do të bëhet vendi i 28 antar i saj. Ilda Xhelali, të falenderoj shumë për këtë bisedë. Me të vërtet e shikoj nëse ti do zgjidhesh çfarë të mirë do ketë parlamenti. Jam i bindur këtë, sidomos atë pjesën profesionale tënde të diplomacisë, po jo vetëm. Të falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit për ftesën edhe për mundësinë.
dhe po të kujtoj atë çfarë the në fillim të emisionit, që do doje shumë që unë të isha në parlament dhe unë do të përsëris se kam fare kompleks. Për të votuar për mua në zgjedhjet e 11 majit dhe do të them edhe një gjë. Po tjetër. Tek fleta e madhe e votimit. Ishte pra i qarqafi. Po. Ja, ju lutem regjia vendos. Qa, keni merak aty? Tek fleta e madhe e votimit ka një rastësi fatlume shumë të bukur. Që është njëshi. Që tek njëshi dhe tek flamuri gjendet Ilda Zhulali. Si te flamuri? Flamuri fund? Po pse të kalon të fundit, do? Tek njëshi dhe tek flamuri... Se si janë as me alfabetit këto. është me rend alfabetik sipas mbiemrit. Zhëja është shkronja e fundit alfabetit. Po sepse aty ka vënë Ilda, prandaj, tani e kuptoj. Por janë të gjithë me rend alfabetik. Po Ildën e gjeni shumë shpejt në fletën e votimit, tek njëshi dhe tek flamuri. Po votove kandidatin Ilda dhe nuk voton partinë, çfarë ndodh? Ti voton kandidatin që kandidatit shkojnë në parlament. Jo, diçka teknike për gjithë ata që nuk e din. Voton kandidatin, por nuk voton partinë. Ilda është e Partisë Demokratike, vota jote... Jo, nuk e kam specifikisht për ty. Vota jote është... Nuk quhet e pavlefshme. Jo, është e vlefshme. Po të votosh partinë dhe jo kandidatin? Atëherë, sqarim, 3 mënyra si votohet. Mund të votosh vetëm partinë. Mund të votosh... Atje, tik. Po. Voton njëshin... Po, tik. Tek Partia Demokratike. Po. Ose mund të votosh njëshin lartë tek Partia Demokratike dhe kandidatin. Dhe Ilda Zhulali. Dhe Ilda Zhulali. Dhe mënyra e tretë është shkon me njëherë tek flamuri Ilda Zhulali.